Rinumrimi 1/3 së vendvotimeve ka nxjerrë dallime prej qindra deri në mijëra vota për kandidatët brenda subjekteve politike. Asnjëra nga subjektet politike nuk është kursyer nga fenomeni manipulimit në qendrat komunale të numrimit. Vendimin për rinumrimin të gjitha votave e mori gjatë ditës Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por lidhur me manipulimet e mundshme dhe keqpërdorimin e votës, Prokuroria e Shtetit është vënë në lëvizje. Në të gjitha ato qendra ku është kry numrimi dhe mospërputhjet, vetëm kanë filluar, domethënë ato sipas KQZ-s, dhe ne presim që nga vendimi i KQZ-s të varet pastaj edhe hetimet në mbar vendin për keqpërdorim të votave apo mospërputhje të votave në krahasim me ato të cilat janë numëruar në qendrat komunale të numrimit në raport me qendrën e numrimeve në nivel vendi. Prandaj, unë si koordinatore nacionale jam duke përcjellur me seriozitet dhe prioritet të shtuar procesin e rinumrimit të votave dhe në momentin e grumbullimit të informatave të nevojshme dhe të cilat ndërlidhen me veprën penale nga procesi zgjedhor, të gjitha ata të cilët kanë cënuar vullnetin e lirë të qytetarëve do të përgjigjen penalisht. Prokurorja Laura Pula ka mbajtur një takim me zëvendës drejtorin e përgjithshëm të policisë, kolonel Fehmi Hoti, rreth manipulimeve me vota. Policia e Kosovës në këtë takim ka theksuar se ka kapacitete të mjaftueshme që t'i shërbejë kërkesave të prokurorëve të shtetit. KQZ në mbledhjen e fundit të saj bëri të ditur se nga të gjeturat e tyre, devijimi më i madh i votave është vërejtur në komunën e Prizrenit. Prokuroria atje ka autorizuar policinë që të identifikojnë fajtorët për këtë çështje. Ndërkohë, Demokracia në Veprim ka kërkuar që të ketë një hetim në nivel kombëtar dhe se objekti i hetimeve nuk duhet të jenë vetëm komisionerët. Përrjedhoi edhe kandidatët që rezultojnë përfitues nga këto mospërputhje dhe manipulime duhet të jenë pjesë e hetimeve në mënyrë që të sqarohet nëse ka pasur nxitje, koordinim apo përfshirje direkte apo indirekte në manipulimin e votës. Në anën tjetër, në bazë të dinamikës së punës, procesi i pjesshëm i rinumrimit pritet të përfundojë deri në fund të javës. Ndërkohë, rinumrimi i plotit të gjitha kutive të votimit, KQZ-s pritet që t'ia marrë më së paku edhe 2 javë kohë. Pas përmbylljes së rinumrimit, do të fillojnë të rrjedhin afatet për ankesa mbi procedurat e administruara në QNR, që do të marrin deri në 12 ditë kohë. Prej tyre, 48 orë janë për parashtrim ankesë në PZAP dhe 3 ditë për vendimarrje nga kjo e fundit. Më pas, ekziston edhe afati tjetër 48 orësh për ankesë në Gjykatën Supreme, e cila ka deri në 5 ditë afat për vendimarrje. Sipas të gjitha këtyre afateve, në skenarin më optimal, certifikimi i rezultateve mund të ndodhë gjatë mesit të muajit shkurt, e në rastin më të keq, në fund të shkurtit, apo edhe tek në fillim të marsit, në varësi të vendimarrjes mbi ankesat potenciale. Në këtë situatë rinumrimësh dhe afatesh për ankesa, është ngritur alarmi se vendi rrezikon të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, pa e materializuar rezultatin e 28 dhjetorit, me që vendi deri